jo me prej thajt, jo me nresh mjekrën, jo me nuk qimet e trupit, me prej flakt. Këto nuk ban me i ba ai i cili e ka vendos me prej kurbanin, e ka bleni kurban, ose vetëm e ka vendos me prej kurbanin, kë deri të prehet kurbani nuk ban me i prej thajt, me nuk qimet, me prej flakt, nuk ban me i ba. Tash po mënuna në pika shkurta krejt. Kush nuk ban? Ai i cili ka vendos me prej kurban. Për shembull, baba e shtëpis ka vendos me prej kurban. Atëre baba e shtëpis nuk ban me i prej thajt, nuk ban me nuk qimet, edhe me i prej flakt. Pyetja tjetër, po baba ka thonë, po kam qef me ju shti krejtve në shpërblim. A do të është krejt antarët e familjes me ju përmbajt kësaj rregulle? Jo. Argument për këta, Rasulullah a.s. ka prej kurban për veti, edhe në shpërblimi ka shti familjen e tij edhe umetin e Muhamedit a.s. të cilës kanë mujt me prej kurban, ama nuk i ka urdhëruar umetin e tina me ju përmbajt kësaj rregulle. Domethënë, vetëm ai i cili pret kurban. Tash baba po don me prej një kurban, edhe vllau një kurban. Kush më ju përmbajt? Këta dy vetëm. Tash ti po don me prej një kurban. Mirë po ke obligu njërin me ta prej kurbanin, vllaun tan ose ata që ta ka shit. A do të ai që ta pret kurbanin me ju përmbajt kësaj rregulle? Jo, vetëm ti i cili e ke vendosur me prej kurbanin. Po nëse si përmbahemi kësaj rregulle, nuk e kom ditë, po megjithatë nuk ju kom përmbajt, a është kurbani në rregull? Kurbani është në rregull. Vetëm se ke praktikuar një traditë të Rasulit a.s. i cili është hadith i vërtet. Prej kurit më janis, prej si të hinë 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja. Këtë vit, nëse Bajrami i bjen jo këtë mërkure, po të mërkurën tjetër, nëse i bjen, për shkak se puna e hanës nuk e dina bashkur, atër i bjen që të diellën si të praron dielli me hi vetëm në 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja. Kështu që unë preferoj të diellën ditën, i prejni flak nëse keni njet, i jekni qimet, i prejni thajt edhe deri të prehet kurbani ditën e parë, ose ditën e dytë, ose tretën, ose të katërtën, kur të pret kurbanin ai i cili ju e keni obligu, ose prejni vetë kurbanin, atëre liroheni prej kësaj rregullore, ban mi prej thajt. Dikush thot, po ka njerëz që po thojnë, gjithmonë ka njerëz që thojnë në musliman. Pyetja jote do të më kanë, çeta që po thamë në çet hadith, ky është i vërtet? I vërtet. Atëre dije që të çdo hadith ka dikush i cili thot, mirë po nëse nga ata i cili thot, kush ka ditën e gjykimit se ke bën, nëse e praktikon këtë hadith edhe one, kush ka ditën e gjykimit e kena bë. Ka thonë Muhamedi a.s. e kena bë. Kështu që mos i diskutoni hadithet e Rasulit a.s. mirë po praktikoni, për shkak se nuk është dërguar Rasuli a.s. që ne ti më diskutu thanjet e tina, po me i praktiku nëse dojnë me kanë musliman të mirë. Edhe në herë, nëse se ban këtë rregullore, kurbani jot është në rregull Allah. Për fond po tham ta ka mundsu Allahu azza xal prej shpistane, më bashku me haxhin atje, edhe ai e ban njëjtën. Ai haxhia i cili është në haxh, edhe ai u përmbajt që në rregull. Aty ta ka mundsu Allahu azza xal diçka të ngjashëm prej shpistane, mi po ngjaha atina. E njerëzit nuk e praktikojnë, thotë që po në hamën nëse si prejën e thaj 10 ditë, a diçka po, kur ças bëhet? Bani si çat, a gjithmonë ke preja? Vesh tash kur po thot feja tash po bëhet temë e madhe, që Allah azza xal na ruaj.